Shteta si i Kosovës. Shteta i Kosovës edhe i Serbisë. Nuk e pranoj fajësien se 5-98 në mojës, 3-99 forës kom qenë në Kosovë. I panderin e para kohës luftës, adresën e banimit e ka pasur fshat. Nga ajo kohë, nuk ka adresë banimi në Kosovë. Adresën e banimit të përhershëm e ka në Serbi, dhe ato nuk ja dha gjykatë. Temperaturat në kënë gjallë, ose dhe qëtë, në të vazhdojnë, do hapë në stansën e shqytimit fillestar, që shumë penalin dhe i takë Kosovurit, Madame Molina. Për shkak të veprës penale, është krem i ushtës kundër oficisë civile, pra shkuar nga 1982 e në 1922 të ligjit penal të Shqipërisë Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe legjet fuqimit të shkyrës të shkruar të shkyrëve të penale. Aktualisht e implementuar edhe me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, si krim kundër legjimit nga ligji 143. Sipas akuzës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, e parashkuar në bazë 17/12/2025. Në normament të 40 minuta. I lindër janë për të drejtë. Vetëm me ratë. Emri në vjenë? Ramadan Morena. Emri baboj? Aqif. Aqif. Nëna? Anisha. Anisha. Jam i dojle, ne? Hoxhaj. Ta të lindje juve? Me të 28-8 1960. Po, ke lindë fshatin? Astrazur. Komune? Pa tash e Malishevit, për para e Kovaravit. E Malishevit. Sot e Malishevit. Mirë. Tash me banim? Në Prishtinë. Qa ki kjur për shkolla? 8 vjeçare. Për ka si etnike? Shqiptar. Shteta si i Kosovës? Shteta i Kosovës edhe i Serbisë. Mirëmëngjes, ndërruar kryetar Kërkëgjykos, ndërruar avokat, ndërruar pranishëm, Prokuria Speciale e Republikës Kosovës në datë 17/12/2025 ka ngritur akt akuzë me numër KPSNR 22/2025 kundër panderit Ramadan Molina me dhënat personale të cilat gjykata nderuar sapo i mori. Për shkak të dyshimit të bazuar mirë se gjatë periudhës kohore 1998-1999, në kohën e luftës në Kosovë, në fshatin Burim të komunës së Malishevës, duke vepruar në bashkëkryrjen e pjesëtar tjerë të forca policore dhe ushtarake serbe. E posë në cilë dhe të postë. Ma dire ka përkuar atë akuzë dhe nuk ka nevojë plasmës që e shtesë. Atëherë, kështu, kjo është seancë të shqyrtimit fillestar. Në këtë seancë, ju do të deklaroni vetëm sa i përket fajësisë. Pra, e ndini vetën faktor, apo nuk e ndini vetën faktor, për atë që i bërën, atë akuza e prokurorisë. Kështu që nëse keni mundësi, vetëm i konë, nëse keni konsultuar me avokatën, e pranën a nuk e pranën e fajësisë? Qëre, nuk e pranën fajësien se 5/98 në mojës, 3/99 forës kom qenë në Kosovë. Nuk e pranën fajësien? Nuk e pranën, se s'kom qenë në Kosovë dhe kom dëshmi. Do e se në periudën 98-99, kam qenë forë në Kosovë. Kemi dhe dëshmi. Faleminderit shumë. Mund të rikru. Atëherë, putet të dispozita të Kurtit të Prokurës Penale, duke qenë si... Do jena për. E para i ndërruar kryetarit të Kërkëgjykos. I panderi, kur këtë dana juaj, lidhur me adresën e banimit, dha një adresë të pasaktë. I panderi në kohë para kohës luftës, adresën e banimit e ka pasur fshat. Nga ajo kohë, nuk ka adresë banimi në Kosovë. Adresën e banimit të përhershëm e ka në Serbi, dhe ato nuk ja dha gjykati. Adresën që sapo e dha në Prishtinë,
është adresë e përkohshme, nëse është, e ne nuk e dim, e një familjarit të cilën ky me gjas e shfrytëzon në ato pak raste këto 20 vite kur ka në Kosovë. Prandaj adresë përhershme në Kosovë nuk ka zyrtarisht. Ne ju kemi prezantuar në kërkesë një numër të rasteve në të cilat për këto 20 vite, në të cilat sa herë që është ndru masa për aburgimin, dhe këtu flasim ekskluzivisht për rastet e krimeve të luftës, jo për vepra të tjera penale, sa herë që është ndru masa për aburgimin, të panderit kanë ikur dhe kanë shkuar në Serbi. Dhe këta për vetmin fakt se janë në dini se nuk ekziston një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për ekstradimin e të panderit. Në këtë mënyrë janë më shumë se 15 raste ku ende të panderit i shmangën drejtësisë duke shfrytzuar këtë mungesë të marrëveshjes. Rasti më i fundit, i cili ka ndodhur këtë vit, është rasti Tomislav Pantić. Derisa ishte në hetim, Tomislav Pantić. Derisa ai ishte në hetim, kjo gjykat ja ndroi masën e paraburgimit dhe i dha masën e përzanisë. I panderi sa po liru, me njëherë iki në Serbi. Dhe ne kur i dërgum ftesën zyrtare për të marrë deklarata, ai nuk u parasysh në turbinë speciale. Si rezultat i kësaj, kjo gjykat të ndëruar, u detyrua që të ndëroj masën, me që ta të tani ishte të vërba, dhe ne si prokurori nuk patëm opcion tjetër, vetë se të ngrisim akatus në mungesë ndaj Tomislav Pantić. Këto raste që kemi elaboruar në kërkesë, dhe këtë rast që sa po ju elaborova, dëshmoj rrezikun real si kusht kryesor ligjor që nëse kjo kategorie të panderëve, që po flasim vetëm për rastet e krimeve të luftës, nëse i shqiptot një mos tjetër, do të avatisën dhe në këtë mënyrë do të vështirësojnë zhvillimin e kësaj procedurë penale. Mbi bazën e kësaj, propozojmë gjykatës që të njëjtit të vazhdohet masa e paraburgimit. Faleminderit. Po i kena paraqituar punë shkrume, por nëse kam hapësinë kisha për me kundërshtu prokurorin shpirtëresh. Vetë kam ti parashtesë të doktorëve shkretë. Po, tërsi. Në tërsi pranë parashtesës të doktorëve shkretë do të stenam të lejtë ministrë në fesë. Gjithashtu, në kundërshtojnë tërsi të garimin e sotë të prokurorit të shtetit, do të stenam të lejtë. Gjithashtu e kundërshtojnë në tërsi të garimin e të sërëshkës. për faktin se i mbrojtërin për u pyet për adresën e tij, i njëjti mendoj se po pyetet për adresën e tij në Kosovë. Për më tepër, i mbrojtërin deklaroi se para se të përgjigjet për këtë adresë, i njëjti deklaroi se është në pensioner. Ashtu që, i njëjti planifikon që pensionimin ta kaloj në vendimin e tij, që është Kosova. Kjo rrjedh logjike ka kuptim,
kur dikush pyetet për adresën e tij, sepse është adresa në cilën ai do të vazhdojë jetën tutje. Me këtë rast, konsideroj se prokurori i shtetit e keq interpretoi përgjigjen e të mbrojtërit tim. Si përfundim, ju propozoj kryetarit të grupit gjykus që të mbrojtërin tim ta liroj nga masa para burimit dhe që eventualisht të shqiptohet një masë më e butë. Po i deklaroj. Lidhur me deklarimin e prokurorit për raste të praktikës së ngjajshme në Kosovë, ku të pandehur të tjerë të akuzuar për krime lufte i pasan shmangur drejtësisë, rastet e tilla janë raste të veçanta, e të cilat mund të shërbejnë si bazë për shqiptimin e masave të paraburgimit për secilin të pandehur të vetëm. Siç e dim, sistemi i drejtësisë është i ndërtuar në atë mënyrë që secili rast duhet të trajtohet veç në rrethanat të provat specifike të atij rasti. Presja, pra, praktikat e përafërta gjyqësore e praktike janë të ndaluara të zbatohen në raste të tjera apo të ngjashme. Si përfundim, i propozoj kësaj gjykate që të mbrojturin të ta lirojë nga masa para burgimit dhe të njëjtit t'ia shqiptojë një masë më të butë. Unë e kom lejnë në votimit në Prishtinë komplet. E ledjej në kom në votimit, në qatë lejnë. A onda e kom edhe patent shoferin e Prishtinës të Kosovës, Republikës të Kosovës. Në atë banes për e të ajo. Atë banes e kemi blejnë na me djallin familjarisht, dhe ju e dini që shkën të kjo. Një njëri e kom një vetë, ishtë jenë të konë banojnë që atë. Diçka tjetër është. Kom shka unë dhe të regova që s'kom qenë Kosovë, këto mi kanë... Në saj përket vesh moshës, diçka se për akrisë... që këto është apo kote.